Vazhdojnë ndarjet e njëjta ndodhe dhe te Uta Krasniqit. E vërtet, duket se një tjetër raport ka marrë fund. Bëhet fjalë për fejesën e aktorës së njohur te Uta Krasniqi, te jetë popullore me rolin e Republikës në serialin vendor Çka ka shtëpia. Një vëzhgim i lehtë në rrjetet sociale nxjerr në përfundim se ajo dhe i fijuari i saj Agoni nuk janë më bashkë. Në Instagramin e të Utës nuk ka asnjë fotografi krah njëri tjetrit. Për më tepër, ata as nuk ndiqin në rrjetet sociale. Çifti ishin bashkë prej shumë vitesh, teksa u fijuan në nëntor të vitit 2022, kur Agoni i propozoi të Utës në një nga udhëtimet e tyre egzotike. Por të paktën, sipas rrjeteve sociale, ndarjen te Uta po e përjeton lehtë. Ajo duket në super formë. Edona James merr pushim nga Kosova. Po, e vërtet. Shumë mund ta keni bërë pyetjen se ku ka humbur Edona James, finalistja e Big Brother VIP Kosova 2, thuajse është zhdukur nga rrjetet sociale. Postimet e saj janë të pakta dhe kjo me një arsye. Edona është kthyer në Gjermani për një periudhë më të gjatë. Burimet e sigurta pranë saj kanë bërë të ditur se me të mbaruar Big Talk, ku ishte opinioniste, Edona ka ndjerë të nevojshme që të shkëputet nga përditshmëria e saj, duke u larguar si Kosovës, ashtu edhe rrjeteve sociale. Kjo po bëhet vetëm për një pushim dhe nuk ka ndonjë përpavi tjetër. Për të gjithë ju që mund ta keni menduar se ndonjë lidhje e re ka shndruar Edonën në hije, gaboheni. Ajo momentalisht është single. Fatos Berisha gjen dashurinë. E vërtet, të reja ka nga personalja e regjisorit Fatos Berisha, ai e ka rigjetur dashurinë. Burimet e sigurta të Priveva Liberta Spahiu kanë treguar se prej disa kohësh ai del edhe hapur me partneren e tij të re. Dëshmitar okular kanë treguar se Berisha është i lumtur krah gruas që ka marrë zemrën dhe është parë dorë për dorë me të, edhe në Prishtinë. Nga një vëzhgim më i detajuar, kuptuam se Berisha është në lidhje me një arkitekte nga Tirana. Ju shkoft mbar. Qeli Klipa ndan datën e dasmës, edhe ky lajm i vërtet. Producenti muzikor më i suksesshëm i momentit që mban vuljen e 10 hiteve në SBS Entertainment, Qeli Klipa mund të jetë duke punuar shumë për projektet e artistëve për sezonin e verës. Por një datë e ka ndarë për vete për një zhvillim të rëndësishëm. Priveva Liberta Spahiu ka arritur të kuptojë se me datë 2 gusht ai do t'i jap fund beqarisë pas një lidhje të gjatë me partneren e tij, Jetlirën. Jetlira dhe Qeliku fijuan në tetor të vitit 2024 dhe duket se janë gati për një hap të ri. Dasma, pa diskutim, pritet të jetë spektakolare, marrë shkas edhe nga rreti gjeri artistëve të pranishëm në të, me të cilët Qeliku ka bashkëpunuar e bashkëpunon ndër vite.